Ndërkohë që drejtuesit e kompanisë koncesionare Bankers u arrestuan dhe janë në proces penal për mashtrim fiskal me fatura dhe bilance tatimore false, oligarku Klodian Allajbeu vazhdon të kryejë të njëjtin krim financiar ndaj shtetit, sipas informacionit që pamfleti ka siguruar nga burime brenda drejtorisë së tatimeve. Rezulton se Spitali Amerikan i Allajbeut ka vepruar njësoj si Bankers, duke raportuar bilance me humbje miliarda lek edhe për vitet 2023-2025. Për këto 3 vite, Klodian Allajbeu ka mashtruar duke raportuar bilancet e Spitalit Amerikan me 8.2 deri në 9 miliard lek humbje, bilancet të cilat në bashkëpunim me drejtues të tatimeve dhe të qendrës kombëtare të biznesit nuk i ka publikuar në faqen zyrtare të ekstraktit të kompanisë. Këtë spital, me fitime faktike shumë të larta, Klodian Allajbeu e nxjerr me humbje prej 13 vitesh, duke i fshehur dhe vjedhur shtetit të ardhura edhe përmes rimbursimit të TVSH-s. Është absurde të mendohet se del me humbje një spital me çmime tepër të larta, ku shkojnë për trajtim biznesmen, trafikant, qeveritar dhe politikan të pasur, madje që vetëm nga monopoli i trompozës fiton rreth 9 milionë euro në vit dhe 7 milionë euro neto në vit nga PPP-ja e dializës, por sipas të dhënave zyrtare, oligarku, i cili përveç biznesit spitalor përfiton miliona euro nga tender dhe koncesione në shëndetësi, mashtron edhe me bilancet e kompanisë Spitali International, Ishygea, Universiteti Western Balkans dhe 10 bizneset të tjera të tij në resorte, pishina, energji, ndërtime, telekomunikacion, inerte, minerale, tregje shumice, peshkim, trajtim mbetjesh spitalore e të tjerë. Për grupin e Spitalit Amerikan, Klodian Allajbeu deklaron humbje miliona euro, sikur po kryente bamirësi, kur në fakt aplikon çmime tepër të larta dhe zhvat pacientët, duke i lënë jashtë derës nëse nuk kryejnë pagesat paraprake. Sipas dosjes tatimore, Spitali Amerikan për vitin 2013 ka raportuar 850.000 euro humbje, në vitin 2015 ka raportuar 750.000 euro humbje, në vitin 2016 ka raportuar 410.000 euro humbje. Sipas dosjes tatimore, Spitali Amerikan për vitin 2013 ka raportuar 850.000 euro humbje, në vitin 2015 ka raportuar 750.000 euro humbje, në vitin 2016 ka raportuar 410.000 euro humbje dhe kështu në vitet 2017 deri në 2023, duke i çuar humbjet vjetore deri në 3-4 milionë euro. Ndërkohë tatimet, duke e ditur se ai ka lidhje pazaresh me kryeministrin Edi Rama, ja pranojnë bilancet false sikur të ishin të sakta, në vend që ta bllokonin biznesin, ta kalonin në faliment, ta vinin në proces sekuestrimi dhe ta kallëzonin penalisht për mashtrim. Madje për të justifikuar mashtrimin me bilancet, Klodian Allajbeu më 1 mars 2022 e zvogloi fiktivisht kapitalin, duke deklaruar 9 miliard lek nga 29 miliard lek që e kishte realisht. Të njëjtën skemë mashtrimi me bilance false, Klodian Allajbeu vazhdon ta përdorë edhe me firmën mjekësore Anamark, me kompaninë e tregut të madh ushqimor ECMA, si dhe me kompanitë e tjera të tij, Energy Project, NS Telecom, Medical Recycling, Blue Sea Mariculture, Con Energy Albania dhe Future Cement. Sipas informacionit, vetëm nga mashtrimi me bilancet false, Klodian Allajbeu i vjedh shtetit rreth 6.2 milionë euro në vit nga tatimi mbi xhiron, të ardhurat, fitimin, si dhe nga taksat dhe tarifat lokale dhe qendrore. Faktet tregojnë se përmes bizneseve të tij, Klodian Allajbeu ka kryer mashtrime dhe evazion fiskal, ndërsa SPAK, megjithse ka denoncime, raporte dhe kallëzime për të, nuk po e merr ende të pandehur. Banorët e fshatit Baksërjoll në Velipoj janë rikthyer protestave për të shpëtuar tokat e tyre, të cilat ua ka grabitur oligarku Bashkim Ulaj, me bekimin dhe mbështetjen zyrtare të kryeministrit Edi Rama. Në shërbim të grabitësit Bashkim Ulaj, drejtori i policisë së shtetit Ilir Proda ka instaluar në atë fshat dhe ka vërsulur një garnizon me qindra forca policore për të larguar me dhunë dhe prangosje banorët që po mbrojnë tokat e tyre të ligjshme, ku jetojnë prej sheku ish ndërbreza. Përballë këtij qëndrimi banditesk, shtrojmë 2 pyetje logjike. A e ka shpërblyer oligarku Bashkim Ulaj krye policin Ilir Proda për dhunën policore që po ushtron ndaj banorëve të Baksërjollit në Velipoj, të cilët po protestojnë për të mbrojtur tokat e tyre, apo në resortin që do të ndërtohet atje është ortak Edi Rama, kryeministri që në shkelje të ligjit ka firmosur vendimet e qeverisë dhe të Këshillit Kombëtar të Territorit dhe ka urdhëruar drejtuesit e kadastrës të falsifikojnë dokumentet e tokave të banorëve? Këtë e themi sepse për çdo pasuri private që grabit oligarku Bashkim Ulaj, ai siguron vendime qeverie dhe leje ndërtimi me shpejtësi, ndërsa policia vërsulet për të rrahur dhe larguar banorët që protestojnë. Kështu ka vepruar edhe me dhunën policore kundër banorëve që protestuan kundër tecit të Bashkim Ulajt në Roskovec, kundër banorëve të Bërxullës që protestuan për tokat e tyre në aksin Thuman Kashar, si dhe kundër heceve dhe guroreve të Bashkim Ulajt në Valbon, Mat, Mirdit, Dibër, Gjirokastër, Librazh dhe Pogradec. Me vendim numër 875, datë 30 dhjetor 2024, kryeministri Edi Rama i dha oligarkut Bashkim Ulaj statusin
investitor strategjik për ndërtimin e resortit në fshatin turistik Alba Blu Borgo, mbi 147 hektar toka të lishme të banorëve të fshatit Baksërjoll në Velipoj. Leja e ndërtimit ju dha më 15 janar 2026, ndërsa rrafshimin e tokës për ndërtimin e resortit, oligarku Bashkim Ula e kishte nisur pa leje që në muajin mars 2025, por policia, në vend që të arrestonte për ndërtim pa leje, zaptim dhe shkatrim prone, ushtroi dhunë ndaj banorëve që protestuan. Projekti i resortit Alba Blu Borgo parashikon ndërtimin e 33 godinave banimi dhe shërbimi, me 3 deri në 10 kate mbi tokë dhe 1 kat nën tokë. Gjithashtu do të ketë një ndërtesë hoteliere me 3 kate mbi tokë dhe 1 kat nën tokë, si dhe 3 godina social-kulturore me nga 3 kate mbi tokë. Dikur buzëqeshjet ishin të gjera, fjalët të ngrohta dhe gjestet politike plot simbolik. Sot ka mbetur vetëm protokolli. Marrëdhënia mes Edi Ramës dhe Giorgia Meloni duket se ka kaluar nga një romancë diplomatike e egzageruar në një bashkëjetesë të ftohtë institucionale dhe si çdo histori e tillë, askush nuk e pranon ndarjen, por të gjithë e ndjejnë. Dashuria Rama-Meloni nuk ishte ideologjike, ishte praktike, oportuniste dhe mediatikisht shumë e leverdisshme. Ajo lindi nga nevoja. Meloni kërkonte një zgjidhje të fortë për emigracionin, Rama kërkonte rol dhe peshë ndërkombëtare. U gjetën shpejt, u përqafuan politikisht edhe më shpejt, por marrëdhëniet që ndërtohen mbi nevojë rrallë mbijetojnë. Sot Meloni nuk është më lideri outsider që sfidonte Brukselin, ajo po sillet si kryeministre e një vendi themelues të BE-s, e kujdesshme, e disiplinuar, e integruar në vijën zyrtare europiane. Nuk ka më hapësirë për eksperimente gri, marrëveshje juridikisht të dyshimta apo aleanca personale që prodhojnë tituj, por edhe të lashe. Shqipëria në këtë kuadër nuk është më aset politik, është një dosje në heshtje. Në këtë Europë ku Meloni po kërkon të hyjë pa zhurmë, Rama është problem, jo partner. Shumë teatral, shumë personal, shumë i paparashikueshëm. Një lider që flet për paqe globale, ndërsa drejton një vend kandidat që shfaqet në borde dhe forume, por e përdor diplomacinë si sken personale. Për Brukselin është folklori i tolerueshëm, për Romën është rrezik narrativ. Dhe këtu nis distanca, jo sepse Italia nuk ka më nevojë për Shqipërinë, por sepse Meloni nuk ka më nevojë për Ramën. Ajo ka zgjedhur rreshtimin, ai ka zgjedhur spotlightin. Ajo po mbyll klapa, ai po hap paranteza. Ironia është se Rama ende sillet sikur asgjë nuk ka ndodhur, sikur marrëdhënia vazhdon, sikur heshtja italiane është thjesht një pauzë. Në realitet, është ajo faza klasike diplomatike, kur njëra palë është larguar tashmë, ndërsa tjetra ende poston kujtime. Në politik dashuria nuk vdes me zhurmë, vdes me indiferencë, dhe sot Roma është indiferente. Nëse ka një art që Edi Rama e ka zotësi më tepër se piktura, skulptura apo kënga popullore është arti i hipokrizisë politike. Kjo duket qartë te loja e tij më e re, dhuno banorët për të mbrojtur banditin. Pastaj shkon e i kërkon Zotit të mbrojë shtetin që vetë ka dorëzuar tek banditët. Edi Rama ka një talent të rrallë. Arrin të jetë në dy vende moralisht të kundërta brenda të njëjtës ditë, pa ju skuqur fytyra. Në Shkodër dhunon banorët katolik që mbrojnë tokat e tyre për t'ia dorëzuar Mulla Bashkim Ulait, ndërsa në Vatikan gjunjëzohet përpara zojës së Këshillit Mirë dhe i lutet mbroje Shqipërinë. Një Shqipëri e cila në terren po mbrohet me shkop gome, pranga dhe uniforma policie jo nga ligji, por për ligjin e më të fortit. Në Velipoj e Rjoll, shteti i Ramës nuk shfaqet si garanti pronës private, por si truproje një banditi që ka marrë status investitor strategjik dhe që, si gjithmonë, ndërton më shpejt se leja në letra dhe grabit më shpejt se drejtësia. Banorët që jetojnë aty prej shekujsh trajtohen si pushtues, ndërsa ai që vjen me dosje pronësie të falsifikuara, vendime qeverie dhe bekim politike quhet zhvillues. Policia nuk pyet kush ka të drejtë, por kush ka firmën e kryeministrit. Dhe kur banorët ngren zërin, shteti u përgjigjet me dhunë, sikur po mbrojnë një bazë ushtarake dhe jo një resort privat. Por ironia nuk mbaron këtu. I njëjti kryeministër që urdhëron policinë të godasë qytetarët për tokën e tyre, shfaqet në Vatikan si njeri i besimit i përulur, duke kërkuar nga zoja e Këshillit Mirë mbrojtjen e Shqipërisë. Cilën Shqipëri, ajo që grabitet me vendime qeverie, ajo që dhunohet me polici, ajo që u shurben oligarkëve dhe shtyp qytetarët, apo ajo Shqipëri që ekziston vetëm në fjalimet e tij dhe në lutjet rituale për kamera? Kjo nuk është çështje feje. Katolik, musliman apo ortodoks nuk kanë asnjë lidhje me këtë histori. Kjo është çështje pushteti. Dhe pushteti i Ramës ka zgjedhur qartësisht anën e tij. Jo qytetarin, por oligarkun bandit. Jo pronën private, por pazarin. Jo ligjin, por forcën. Në këtë realitet, lutjet në Vatikan janë thjesht dekor, ndërsa dhuna në Shkodër është politika reale. Mbroje Shqipërinë, thot Rama zojës së Këshillit Mirë. Por Shqipëria sot ka nevojë të mbrohet jo nga Zoti, por nga ata që e përdorin shtetin si pronë private dhe policinë si roje resortesh. Sepse një vend nuk humbet kur i mungon bekimi hyjnor, por kur i mungon drejtësia njerëzore. Dhe ajo në Rjoll, në Velipoj dhe në Shkodër sot mungon krejtësisht.
Debati publik mbi projektin e zhvillimit të ishullit të Sazanit është fokusuar pothuajse tërësisht te turizmi elitar, investimet e huaja dhe premtimet për zhvillim ekonomik, duke e paraqitur ishullin si një aset natyror të pazbuluar më parë, i cili po hyn për herë të parë në vëmendjen e aktorëve ndërkombëtar. Por rrëfimi i bërë publik së fundmi nga Sibel Edmonds, ish përkthyese e FBI-s dhe një nga sinjalizueset më të njohura të sigurisë kombëtare amerikane, e rrëzon këtë narrativ dhe e zhvendos fillesën e historisë së Sazanit disa vite më herët, konkretisht në vitin 2016. Sipas Edmonds, interesimi për Sazanin nuk lindi si ide investimi, por si pjesë e një procesi identifikimi territoresh të izoluara, i ngjashëm me modelet që për vite me radhë janë përdorur nga rrjetet e fuqishme financiare dhe kriminale, ku figurë qendrore ka qenë Jeffrey Epstein, bashkë me një rreth të gjerë bashkëpunëtorësh, investitorësh dhe ndërmjetësish që operonin mes Shteteve të Bashkuara, Karajibeve, lindjes së mesme dhe Europës. Në rrëfimin e saj, viti 2016 shënon momentin kur pas rritjes së vëmendjes publike mbi ishullin Epstein në Karaibe dhe pas fillimit të goditjeve ligjore që e bën atë hapësirë të papërdorshme, rrjetet e lidhura me të nicën të kërkojnë alternativa gjeografike jo për të zëvendësuar një ishull të vetëm, por për të shpërndar aktivitetin në disa pika të reja, larg jurisdiksioneve të forta dhe larg syrit publik perëndimor. Sibel Edmonds përshkruan se në këtë fazë nuk flitej për blerje, ndërtim apo projekte konkrete, por për vlerësim të heshtur territori, ku Sazani u futën në hartë për shkak të izolimit gjeografik, mungesës së popullsisë civile, historisë ushtarake dhe faktit që kontrolli real mbi ishullin mund të ushtrojë përmes marrëdhënieve politike dhe jo përmes procedurave ligjore standarde. Në rrëfimin e Edmonds, Sultan Ahmed bin Sulejman nuk del si investitor turizmi dhe as njëri që kërkonte plazhe apo rezorte. Del për një arsye tjetër shumë konkrete. Për më shumë se 2 dekadash, bin Sulejman është figura që ka ndërtuar dhe drejtuar DP World, një nga operatorët më të mëdhenj të porteve në botë, një kompani që nuk merret thjesht me anije dhe kontener, por me kontroll territori, akses, kufi dhe zona që funksionojnë me rregulla të veçanta. Në praktik, DP World ka administruar porte dhe zona të mbyllura në vende ku shteti lejon që hapësira të ndahet nga pjesa tjetër e territorit dhe të funksionojë sipas marrëveshjeve politike, jo sipas ligjit të zakonshëm. Sipas Sibel Edmonds, kjo përvojë është pikërisht arsyeja pse bin Sulejman shfaqet në diskutimet e hershme rreth territoreve të izoluara. Nuk flitet për blerje ishujsh, por për mënyrën se si krijohen enklava të mbyllura, ku hyrja, dalja dhe prania kontrollohen nga pakduar, ndërsa shteti formal mbetet jashtë përditshmërisë së asaj hapësire. Modelet që Edmonds përshkruan janë ato të porteve speciale, zonave të lira ekonomike dhe ishujve ku rregullat janë të tjera dhe ku autoritetet hyjnë vetëm kur ftohen. Në të njëjtin rreth përmenden figura të sigurisë private dhe të operacioneve të errta, përfshir Eric Prince, themeluesi Blackwater, i njohur për përfshirjen në projekte paramilitare, zona gri juridike dhe bashkëpunime me shtete dhe aktorë privat në territore ku shteti ligjor është i dobët ose i negociueshëm. Shqipëria u vlerësua jo për bukurinë natyrore, por për pozicionin e saj në rrjetet ndërkombëtare të trafikimit të qenjeve njerëzore, ku sipas Edmonds, mafia shqiptare ka luajtur rol qendror për dekada, duke furnizuar tregjet e Europës dhe më gjerë, ndërsa lidhjet mes krimit të organizuar dhe politikës kanë garantuar mbulim dhe mos ndërhyrje. Rrëfimi e përshkruan Sazanin si një territor që përmbushte të gjitha kushtet për këtë model, një ishull i mbyllur me infrastrukturë të trashëguar ushtarake, me tunele dhe struktura të brendshme që lejojnë lëvizje të padukshme dhe me një status që bën të lehtë justifikimin e kufizimeve të aksesit. Sipas Edmonds, ajo që sot po paraqitet si projekt turistik është faza e fundit e një procesi shumë më të gjatë, ku territori fillimisht identifikohet dhe mbahet jashtë vëmendjes për të ripaketuar më pas me një narrativ të pranueshme publikisht. Në këtë linjë, përfshirja e figurave të tjera politike dhe financiare në vitet pasuese, përfshir emra të lidhur me administratën amerikane dhe investime të lindjes së mesme, shihet si vazhdimi i një modeli të ndërtuar më herët dhe jo si një nisje e një historie të re. Pamfleti do të publikojë pjesë-pjesë të gjitha rrëfimet tronditëse të Sibel Edmonds, duke i lidhur me zhvillimet konkrete në Shqipëri, emrat e përfshirë dhe dokumentet që dalin në dritë, për të rindërtuar një histori që prej vitesh është zhvilluar larg syve të publikut. Qeveria është tërhequr nga vendimi për mbylljen e TikTokut. Ndalimi i aksesit në rrjetin social u miratua pas vrasjes së Martin Canit pranë shkollës, ndonse rasti nuk kishte lidhje të drejtë me platformën. Pas një viti aksesit do të rikthehet dhe sot ekzekutivi ka dhënë një shpjegim zyrtar për masën e ndërmarrë dhe përheqjen e saj. Sipas deklarimit të qeverisë, vendimi i Këshillit të Ministrave në mars 2025 u mor si masë parandaluese për mbrojtjen e interesit publik dhe për adresimin e shqetësimeve të ngritura në atë periudhë. Ekzekutivi pretendon se ndalimi shërbeu edhe për të hapur një
një dialog me kompaninë TikTok dhe për të vendosur mekanizma të rinj sigurie. Masa e miratuar nga Këshilli i Ministrave në mars 2025 u konceptua dhe u zbatua si ndërhyrje parandaluese. Ajo shërbeu për të hapur një dialog të drejtë për drejtë me platformën dhe për të vendosur bazat e mekanizmave të rinj të sigurisë. Thuhet në reagimin zyrtar të qeverisë, ku theksohet se tashmë autoritetet shqiptare janë në partneritet me TikTok për filtra mbrojtës, kontroll përmbajtjeje dhe mekanizma raportimi. Megjithatë, përtej këtij justifikimi, mbyllja e TikTok ka ngritur dyshime për një qëllim tjetër. Për të realizuar bllokimin e platformës, qeveria instaloi 7 pajisje DPI, Deep Packet Inspection, pranë kompanive të shpërndarjes së internetit. Vendosja e këtyre pajisjeve shkaktoi reagime publike dhe shqetësime serioze, pasi DPI konsiderohet teknologji që mund të përdoret për përgjim dhe mbikëqyrje masive të komunikimeve online. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike pranoi se pajisjet DPI ishin marrë me qira nga Izraeli për një periudhë 1 vjeçare. Me heqjen e ndalimit të TikTokut, mbetet e paqartë nëse këto pajisje do të çmontohen apo do të vijojnë të qëndrojnë aktive në infrastrukturën e internetit shqiptar. Këto zhvillime marrin një tjetër dimension pas raportimeve të mediave izraelite se Shqipëria pritet të ndërtojë qendrën e saj të parë të madhe të të dhënave përmes një investimi prej rreth 100 milion eurosh nga kompania izraelite ADC. Projekti parashikon që një pjesë e konsiderueshme e infrastrukturës së të dhënave të administrohet nga një kompani e huaj. Sipas medias izraelite Globes, qendra e të dhënave do të ndërtohet në një zonë të tregtisë së lirë pranë Tiranës, do të bazohet në procesor grafik Nvidia dhe do të ketë një kapacitet fillestar prej 32 megawatësh me mundësi zgjerimi deri në 100 megawatt. Kompania ADC zotërohet kryesisht nga Happy Technologies, një kompani kibernetike me pronar izraelit, si dhe kompania konsulente DIT. Në këtë kontekst, shqetësimet për sigurinë e të dhënave dhe privatësinë e qytetarëve shtohen, veçanërisht kur lidhen me përdorimin e teknologjive si DPI. DPI është një teknologji që lejon inspektimin jo vetëm të dhënave teknike të paketave të internetit, por edhe të përmbajtjes së tyre. Ajo mund të identifikojë trafikun, aplikacionet e përdorura, të bllokojë ose ridrejtojë të dhëna në kohë dhe të monitorojë sjelljen e përdoruesve në mënyrë të detajuar. Zyrtarisht, DPI argumentohet si mjet për sigurinë kibernetike, por organizata dhe ekspertët të drejtave të njerëzit paralajmërojnë se e njëjta teknologji mund të përdoret për censurë, përgjim dhe mbikëqyrje masive. Në mungesë të një sqarimi zyrtar, mbeten të hapura disa pyetje thelbësore. A ishte mbyllja e TikTok një masë e përkohshme sigurie apo një justifikim për instalimin e pajisjeve DPI dhe a do të largohen këto pajisje tani që ndalimi është hequr apo do të vijojë të funksionojë në heshtje?